Do të thënë, ne jetojmë në një botë e cila të bën kur e nje nga jashtë që të duket Shqipëria normale, me sinqeritet ta them. Pse duket normale Shqipëria? Po të duket normale Shqipëria kur shef se çfarë bëhet jashtë Shqipërisë. Jetojmë në një botë e cila ka marrë fund në aspektin e standardeve për të krijuar double standardin. Brenda dhe jashtë, brenda për brenda, jashtë për jashtë. Jetojmë në një realitet që përfundimisht kam arritur në konkluzonin përfundimtar me atë që ndodhi në Amerikë këtë javë që kaloi, që njerëzit duhet të fillojnë të kuptojnë, të hapin syt se ky realitet i madh që ne vegjetojmë është kaq i rrem, është kaq i pavërtet dhe vetmja rrugë që ti shef dhe në Shqipërinë e sotme, që ti pe edhe këtë parlamentin sot dhe dje që ishte të merri vërtet. Ishte të merri vërtet. Ndotja akustike dhe vizive. Ne nuk e kemi problemin me ata lart, e kemi horizontal për faktin se ne mund të themi shumë gjëra këtu. Pyetja si materializohen këto që ne themi, na të quhet ndërgjegjësim kolektiv, i cili prodhon rezistencë ose vetdisim. Vetdisim me ty. Jo, do duhesh bësh revolucion ke fjalët që përdorim se jemi kaq keq me fjalën që artikulojmë edhe të dëmtuar shumë nga rrjetet sociale.